qendresën tuaj, nderuat më shumë se kur këtë datë historike të kombit shqiptar, përmbysjen e diktaturës komuniste 34 vite më parë, por njëkohësisht i dha dhe goditjen më të merituar diktaturës sotme. Kjo ishte një betejë e shkëlqyer dhe u garantoj se tjetra do t'jetë dhe më shkëlqyer dhe se për Edi Ramën nuk do ketë më strofull, nuk do ketë vrimiu ku do futet. Kryegritja paqësore e shqiptarëve do t'i jap atij ndëshkimin që meriton. Do t'a çojë tek etrit e tij mizor. Keni qenë të shkëlqyer. Në këtë nuk e di domethënë. Si e nderuat ju kaq shumë sot 22 marsin. E të merruat Edvin Kristaqeramën. Prandaj dhe ne le të zotohemi në këtë shesh, se nuk ka paqë në këtë vend me ata të cilët kanë vjedhë dhe vjedhin si hjena pasurit publike të shqiptarve dhe pasurohen vetë, përdorin ligjet dhe mandat e krimit për të mbrojtur vjedhjet e tyre. Qendresa jonë, ndëshkimi ynë do të bjerë mbi ta dhe ata do përfundojnë në lanë, do përfundojnë në koshat e plerave të historisë. E pat vetë ju, si e kishte rrethuar të 4 anë me policë, po ka rrethim që na pengon ne, kur. Prandaj Edi Rama, jep dorëheqjen sa më shpejt. Jep dorëheqjen se do të tërheqim ashtu si sta pret mendja. Sqaroni pak incidentin që ndodhi me ju personalisht, pati me çfarë u hot me ju, gaz lotësiellës, spraj lotësiellës? Ajo që bëri Edi Rama ishte një akt i shëmtuar, por ajo vetëm sa rritë vendosmërinë e kryengrisëve paqësor për ta hedhur sa më shpejt në lanë atë dhe regjimin e tij. Nuk ka asnjë lloj, ne jemi në një betejë dhe në këtë betejë ne s'kemi të ndalur. Absolutisht. Sot ne fituam një betejë. Sot ne zhvilluam betejën më të bukur në tërë ekzistencën tonë. Po dhe më madhështore, më e fuqishme do jetë ajo që vjen. Shumë shpejt do e njoftojmë. Nuk ka paqë me Edi Ramën. Me Edi Ramën ka vetëm betejë. Ka vetëm betejë. Gjerë në largimin e tij nga pushteti së bashku me Hajdutun që